Shqipëria ka një bashkëpunim të mirë në infrastrukturën rrugore. Deri në fund të këtij viti pritet që të përfundojë segmenti rrugor që lidh zonat ku jetojnë shqiptarët, Podgoricë, Malësi, Vermosh, Plave Guci dhe deri në Deçan. Në këtë kuadër janë bërë dhe përgatitjet e duhura teknike edhe për korridorin e njohur Adriatiko-Jonian, i cili do të lidh bregdetin e Malit të Zi me atë të Shqipërisë. Ky bashkëpunim po thellohet edhe si pasojë hapjes së 2 kapitujve të negociatave për anëtarësim të Malit të Zi me Bashkimin Evropian, të cilat i kushtohen politikës së komunikacionit në rajon. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Ali Salaj përgatiti kronikën. Mali Zi dhe Shqipëria brenda këtij viti do të kenë një rrugë e cila do të shkurtojë ndjeshëm distancën midis dy vendeve dhe do të lidhë banorët e zonave me popullatë shqiptare. Ky segment rrugor do të lidhë Podgoricën, Malësinë, Vermoshin me Plavë dhe Guci dhe me Deçanin në Kosovë. Ky rrugë zonale do të shkurtojë dukshëm distancën aktuale me 120 km duke mundësuar rritjen e lëvizjes së lirë dhe shkëmbimin tregtar. Punimet në segmentin rrugor Podgoricë-Vermosh-Guci kanë nisur që në vitin 2014 dhe gjatë vitit të kaluar Ministri Malazes i Transportit Ivan Brajović dhe homologu i tij shqiptarët Montaxhi Nasto e kanë inspektuar këtë rrugë, ku sipas tyre paraqet shembullin më të mirë të bashkëpunimit rajonal. Ata theksuan se territori në të dy anët të segmentit rrugor do të jetë një zonë e përbashkët integrale ekonomike për shqiptarët dhe malazezët e këtyre zonave. Kjo rrugë do të jetë një mundësi e mirë veçanërisht për komunën e re të Gucis për të gjatëruar aktivitetin ekonomik. Në këtë kuadër janë bërë përgatitjet e duhura teknike dhe për korridorin e njohur Adriatik-Jonian, i cili lidh bregdetin e Malit të Zi përmes Ulçinit me bregdetin e Shqipërisë. Ky korridor i njohur dhe si korridori blu hap mundësinë e zhvillimeve të segmenteve rrugore si në Mal të Zi ashtu edhe në Shqipëri. Këtë bashkëpunim në infrastrukturën midis dy vendeve nënvizoi këto ditë Ministri i Komunikacionit dhe Detarisë Malit të Zi Ivan Brajović. Ai duke folur për kapitujt e negociatave për anëtarësim të Malit të Zi në Bashkimin Evropian, tha se kapitulli 21 që ka të bëjë me rrjetin rrugor transevropian dhe kapitulli 11, i cili kushtohet politikës së komunikacionit në rajon, parashikon disa norma që duhet të plotësohen që të mund të mbyllen negociatat me Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës nga Ulçini, Ali Salaj.